Rreshjet e dendura të ditëve të fundit kanë sjellë problematika serioze në disa akse rrugore të jugut të vendit. Drejtori i përgjithshëm i ARSH Sami Kozeli së bashku me drejtorin rajonal të Autoritetit Rrugor Shqiptar Andi Shkurta inspektuan nga afër situatën e krijuar në aksin Tepelen-Gjirokastër, ku si pasojë e shkarjes së dherave është rrezikuar qarkullimi i mjeteve. Drejtori i përgjithshëm u njoh me masat emergjente të marra nga strukturat përgjegjëse, duke theksuar se siguria e qytetarëve dhe garantimi i qarkullimit rrugor mbetet prioritet absolut. Jemi në Gjirokastër, qarku më i goditur nga rreshtet e dëndura të ditëve të fundit. Këtu, në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, para 3 ditësh ka ndodhur një shkarje masive dheu e cila bllokoi qarkullimin rrugor. ARSH dhe skuadrat e mirëmbajtjes ndërhyjnë menjëherë duke siguruar qarkullimin e lirë të mjeteve. Aktualisht, qarkullimi kryhet vetëm me një kalim, pasi rrëshqitja është aktive dhe paraqet rrezikshmëri. Shkaku i kësaj situate janë rreshtet e shumta dhe intensive të ditëve të fundit, erozioni dhe formacioni gjeologjik argjilor i zonës. Për shkak të kësaj paqëndrueshmërie, ARSH dhe kontraktori i mirëmbajtjes do të vijojnë të mbajnë në mbikëqyrje këtë zonë për shmangur dhe rreziqet për qytetarët. Nga ana tjetër, ARSH me të kaluar situata emergjentës do të ndërhyjë në të gjithë aksin me një projekt të plotë për të dhënë një zgjidhje të qëndrueshme të gjithë problemet. Inspektimi vijoi edhe në urën e Petranit në aksin Përmet Çarshov, një tjetër segment i dëmtuar rënd nga rreshjet e shumta dhe erozioni i thellë. Aktualisht, ky aks është i aksesueshëm vetëm me një korsi, ndërsa situata e rrëshqitjes aktive po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga ARSH dhe ekspertët e mirëmbajtjes. Nga verifikimet e kryera, u konstatua se ky çadim ka ndodhur si rezultat i dëmtimit të murit mbajtës prej guri, por edhe si rrëdhoi aktivitet tektonik të asaj date. Për arsye sigurie, në bashkëpunim me policinë rrugore, atë mbrëmje në këtë aks u ndërprej qarkullimi. Ndërkohë, nga mëngjesi i dieshëm, pas vendosjes së sinjalistikës së nevojshme, qarkullimi vijon normalisht me një korsi për këtë segment të dëmtuar. Formacionet gjeologjike në këtë zonë janë qëndrueshme, kryesisht shkëmbore, dhe zgjedhja definitive do të realizohet pas një studimi të thelluar. Megjithatë, me shumë gjasa do të nevojitet një ndërtim i një muri të ri. Është shumë e rëndësishme të theksohet se prit disa ditësh ndodhemi tashmë në rreshje shiu të vazhdueshme dhe me intensitet. Gjithashtu, nuk duhet të harrojmë se kemi pasur 2 sezone verore gjatë të cilave kanë ndodhur zjarre masive dhe që kanë ndjekur hektar të tërë me pemë, duke nxitur kështu erozionin e thellë në kodra dhe në male. Këto fenomene, të kombinuara së bashku, kanë shkaktuar dalje të lumeve nga shtrati, vëshime ujë në rrugë dhe nga skarpatat, duke sjellë largimin e materialeve mbushës rrugës, mbingopjen me ujë të shtresave gjeologjike, rrëzimin dhe shkëputjen e dherave koheziv nën toksor, duke dobësuar kështu në strukturën si edhe muret mbajtëse dhe pritëse të akseve rrugore. Grupet e punës në terren, së bashku me specialistë e projekteve dhe të mirëmbajtjes së autoritetit rrugor, po listojnë dëmtimet e mëdha që do të ndodhin dhe do të hartojnë grafikun për riparimin e tyre, si nëpërmjet kontratave të mirëmbajtjes, ashtu dhe nëpërmjet projekteve të thelluara. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se monitorimi në të dy akse do të vijojë pa ndërprerje, ndërsa ndërhyrje teknike do të intensifikohen në varësi të kushteve atmosferike, me qëllim rikthimin sa më shpejt të qarkullimit normal dhe garantimin e sigurisë për përdoruesit e rrugës, ndërkohë që u bëhet thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore, veçanërisht në segmentet problematike.